që çdo herë ti e din kush do shka të bën ty, ti ja lën Zotit e Zoti mirët me ta. Ai e lyp pej teje, ti e shkruan dosjen edhe ja kthen Zotit. O Zot, ti peshe çfarë po bën? Merro me ta. O Zot, pej me e pe lyp, ti japja hapën. O Zot, unë e di që ti e gjykon çysh është mas miri. Edhe leja Zotit të me pas këtë ndjen që ti, nëse je i mizerum, të kanë bo zullum qartë, e ki Zotin që ka mo të përgjigj herët avon lutjen tënde. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wattaqi da'wat mazlum, fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab." Ki e frik lutjen e atina që i ke bo zullum. Ki frik, ruju prej dos, prej lutjes se ati që i ke bo zullum. Sepse në mes lutjes se ati, edhe Allahut nuk ka hijab, nuk ka perde. Andaj, që ky mesazh do të me arrit në mendjet edhe zemrat tuaja, që nëse dikush i ngre durt ka Zoti, edhe thot: "O Zot, epja hakun filanit, e filanit që po mbojnë zullum. O Zot, prej meje për kërkojnë, une nuk kam mundësi me marr hakun, nuk jam i gjithë fuqishëm, nuk jam i gjithë pushtetshëm. O Zot, une s'po du me u marr me ta, merru të heshmi prej qafën." Wallahi, mos flej rahat. Mos flej rahat, se ka me të zonë heret avon, ka me të zonë dënimi Allahu te bareke ve taala.